Nuk është problemi që të bëjmë as rrëmuja, as krijojmë probleme me kundërshtar që kemi këtu, se nuk i kemi kundërshtar policin. E keqja e kësaj është tjetër kund. Tani unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve, sepse i vetmi vend, pra, është Rjolli sot. Tokat e gjithë shqiptarëve janë rrezik. Në qoftë se Rjolli do përmbyset nga kjo qeveri dhe nga këta pushtetar, atëherë na nuk do të ketë ma asnjë të drejtë, asnjë qytetar në Shqipëri që të kërkojnë pronat e marrëna nëpërmjet forcës pushtetit. Nuk jemi në vitin 1997 që këto parti kërkuan që të luftojnë veri kundër jugut, jugu kundër veriut, dhe sot jemi për të bërë thirrje gjithë që të jenë të gatshëm të vinë dhe të solidarizohen për këtë situatë, sepse situata nuk është normale. Mund të agravojnë në veprime të rrezikshme. Unë ju bëj thirrje që çdo shqiptar ta ketë vëmendjen tek Rjolli, ta harxojë një ditë në çdo rast që ka protesta, sepse do jetë për të mirën e gjithëve.